Në rubrikën Sy kryeministri Edi Rama ka theksuar se vota më 11 maj ka një rëndësi të jashtëzakonshme gjeostrategjike, duke lidhur këtë proces me rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe sigurinë e ardhshme të vendit. 35% e mbështetësve të kësaj mase shumë, domethënëse mbështetje për Bashkimin Evropian që nuk ka rezultuar kaq e madhe që nga 1983, citojnë paqen dhe sigurinë, që është në fakt edhe arsyeja pse unë po ju përsëris për ditë se në 11 maj vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike, eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që 34% të tjerë si arsye të parë citojnë rritjen e bashkëpunimit mes vendeve që fuqizon drejt për drejt edhe ekonominë. Shikoni këtu se çfarë rritje ka pësuar. Domethënë kjo bluja është mbështetja vend pas vendi për Bashkimin Evropian. E papar që nga 1983 kjo mbështetje. Rama u ndal edhe tek reforma në drejtësi dhe deklarata tek kreut Partisë Demokratike Sali Berisha se do të shkrisë pak pas 11 majit. Rama u shpresoi opozita e gjitha ishte kundër vetingut, duke përdorur edhe kërcënimet me bojkot të zgjedhjeve apo zbritjes me çadra në shesh vetëm që të mos votohej reforma. Barazia para ligjit është për herë të parë në rendin e ditës. Dhe këtu dua ta ritheksoj edhe një herë që unë jam shumë krenar. Dhe ne, socialistët dhe progresistët, jemi shumë krenar që jemi ne ata që bën të pamendueshme dorëzimin e shpatës së drejtësisë në duart e drejtësisë, nga duart e pushtetit politik, nga kjo zyrë ku ka qëndruar shpata e drejtësisë që nga 1912 flas jo fizikisht këtu, po në zyrën e të parit të shtetit, e të parit të qeverisë, qoftë mbret, qoftë diktator, qoftë edhe president, siç ishte Lumadhi që sot është kthyer në buf, edhe që në buf krete, edhe që burgosi kundërshtarin e tij, dhe ja kemi dorëzuar drejtësisë këtë shpatë. Dhe prandaj sot ka edhe një lëvizje të pa imagjinueshme deri dje të drejtësisë në hetimin dhe në ndëshkimin e personave të lidhur me pushtetin politik. Bashkimi Evropian miratoi fondet e parafinancimit për Maqedoninë e Veriut, ndërsa e njëjta pritet të kryhet për Shqipërinë këtë të martë. Për këtë Rama u shpreh se kjo u arrit vetëm fal përmbushjes së detyrave nga vendi ynë, tregues sipas kreut të qeverisë se Shqipëria po ecë me shpejtësi drejt integrimit. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar se nuk është i përfshirë në drejtimin e Bashkisë së Tiranës pas arrestimit të kryebashkiakut Veliaj. Rama theksoi se angazhimet e tij në Bashkinë e Tiranës kanë përfunduar që në vitin 2011 dhe sa ai nuk ka lidhje me drejtimin e këtij institucioni.